Pacha me ju o vëllezër dhe motra, jemi në javën e bardhe, e premte, brenda të ditëshit të Pashkave, të ditë që festojmë por si të jetë një ditë të vetme. Edhe ne festojmë pushtetin e Krishtit mbi vdekjen, që ai dorëzohet për në vdekje dhe shkatërron atë duke u ngjallur. Edhe festojmë dhuratën e pagëzimit. Krishti na ka dhënë me marrë pjesë në këtë dashuri që fiton kundër vdekjes me anë të pagëzimit. Por ne akoma jemi të plagosur, ne kemi akoma me luftu me hirin e tij kundër njeriu të vjetër, që kërkon vazhdimisht me ndërtu jetën e vet, edhe bile me ba misionin që Krishti na ka dorëzuar, me ba bi skemat tona, bi idetë që ne kemi, bi parimet tona, jo mbi vullnetin e Zotit, që disa herë kalon në për vendet që ne nuk kuptojmë, për shembull si kryqi. Ne luftojmë kundër unit ton, që ne gjithmonë më shumë të lejmë vend që Krishti të bën veprën e tij. Të ne jemi si këto njerëz që marrin gurin që është Krishti, guri i këndit, guri ma çmueshëm, edhe nxjerrim jashtë përdorimit. Domethënë bëjmë gjanat, llogarisim shumë herë duke mos pasur Krishtin në vendin e parë dhe fjalët e tija. Atëherë Krishti bën shumë herë që ne të eksperimentojmë falimentimi, por si puna e Shën Pietrit edhe shokët e tij, dhe shepujt e tjerë që shkojmë me zan peshk. Me them bëjmë misionin e kishës. Me zan peshk është imazhi i ungjillëzimit. Edhe Pietri ai vetë shkon, unë po shkoj me zan peshk. Edhe të tjerë thonë të njëjtën gjë. Edhe mendon me ba misionin e vet, ndoshta si puna jote, si puna ime, me ba misionin e babit, e nanes, e vllaut, motrës, mision si e martuar, si ndoshta si vejush, se dhe si vejush ke një mision, ose me pa punën e murgeshës, misionin e murgeshës, misionin e priftit, të gjitha këto gjana, këto gjendjet e ndryshme të jetës, kanë një qëllim të vetëm, në mënyrë të ndryshme, por një qëllim të vetëm, me ungjillëzo. Edhe ndoshta ti jetu baket punë, mbi parimet të tua, si puna e Pietrit, edhe mirë. Ata falimentojnë. Sa herë ne mbështetemi në veten tonë, do të eksperimentojnë këtë gjë. Por, i vetmi që ka mundësi që ne të japim frytet për të mirën tonë, por edhe për të tjerët, që të zanë peshk, jo për veten tonë, por për Krishtin, që ne të ndihmojmë të tjerët, jo që të shpëtojmë të tjerët. Ne nuk kena mundësi me shpëtu askënd. Nuk kena fuqi as me shpëtu veten tonë, vetëm Krishti është shpëtimtari, edhe ne kena mundësi me ba këtë mision, me shpëtu njerëz prej detit, prej vdekjes, vetëm duke ndihmuar të tjerët që të shohin Krishtin. Edhe atëherë Pietri dhe shokët e tij dëgjojnë fjalën e Krishtit. Edhe duke dëgjuar, duke u bindur fjalëve të Krishtit, ata zanë peshk me një bollek. Edhe rjeta nuk prishet. Ishin shumë, edhe rjeta nuk prishet. Është imazhi i kishës, e bashkësisë e kishës, e unitetit e kishës, njësia e kishës, që nuk prishet. Edhe Zoti ka këtë shëllim që ne të jetojmë në bashkim, edhe së bashku me udhëheqjen e Pietrit, edhe me pasardhësit e tij papën, ne në këtë kohë lusim për shpirtin e papës Franceskut, edhe lusim që Zoti të na dërgojë një papë tjetër që të zgjedhin kardinajt, të zgjedhin mendimin e Krishtit, mendimin e shpirtit e tij, një papë, një udhëheqës tjetër, që të jetë sipas zemrës e tij, që ne si imazhi i ungjillit të sotëm, të shkojmë së bashku te Krishti,
në breg. Ne jemi në det edhe bëjmë pashket. Kalojmë detin deri me shku në breg, në plazh. Do me thënë deri që të shkojmë në jetën e pasosur. Krishja po vazhdon duke bërë këtë peshkim, duke kënë ndihmuar prej Krishtit. Shpirti i Shenjtë është ai protagonist i peshkimit. Ai bën punën e vet edhe në këtë lëvizje të vazhdueshme, në këtë dinamizëm, ne jena gjithmonë më shumë ushqyer prej sakramenteve. Në këtë ungjill të ditës së sotme është edhe mbrapa është imazhi i sakramentit të pagëzimit, është edhe sakramenti i Eukaristisë së Shenjtë. Krishti vetë përgatit ushqim për ne, që ne të ushqehemi me jetën e pasosur. Mirë, kurajo, ne kemi një mision stërmadh që na te i kalon, që nuk ka mundësi që ne ta bëjmë mbi forcat tona, mbi mendimet tona, që të mos bëjmë këtë gabim, me nxjerr jashtë përdorimi guri i këndit që është Krishti. Ne jena ndërtues, por mirë, është mirë që ta lejmë punën e arkitektit Krishtit. Le ta kujtojmë këtë psalm që thot: nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë, kot punojnë ndërtuesit. Qoftë Krishti.